Tema si i trajton Islami udhëtarët e librit. Udhëtarët e librit, për ata që se kanë dëgjuar këtë shprehje, ehlul kitab ndryshe në gjuhën e Kuranit, janë dy kategori, apo më thonë dy fetë që njihen si fetë më të mëdha, është fjala për ebreizmin dhe krishterizmin. Pra si i trajton Islami pjesëtarët e fesë krishtere edhe pjesëtarët e fesë ebreje, pra ebreizmin dhe krishterizmin. Kjo temë mendoj që është shumë e rëndësishme, sepse nganjëherë edhe na muslimanët flasim në emër të Islamit pa dije. Gjykojmë në emër të Islamit pa kurfar argumenti. Bëhemi shkak që njerëzit me largu prej Islamit, po bëhemi shkak që njerëzit me pengu për me pa dritën e Islamit. Krejt aja çka unë do të flas, realisht janë dy ajete koranore, cilat i rregullojnë apo e trajtojnë këtë temë. Ajeti i parë thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, Allahu nuk ju ndalon të sillni me mirësi dhe drejtësi ndaj atyre që nuk ju luftuan për shkak të fesë dhe nuk ju dëbuan nga shtëpitë tuaj. Allahu i don ata që janë drejt. Allahu xhaleshanu në këtë ajet koranor për na tregon se me pas mirësjellje, me pas trajtim të mirë, mos sill mirë me ata njerëz cilët as nuk ju kanë luftuar për shkak të fesë që keni ndryshe, pas nuk ju kanë nxjerrë prej shtëpia. Na jemi të diskutu me njerëz që i përkasin një feje tjetër, po cilët nuk na kanë luftu, nuk jemi në luftë me ta, as nuk na kanë nxjerrë prej shtëpia tona, tash çu shmi trajtu këta njerëz, po Allah nuk ja ndalën juve. Pse ata janë krishterë ose hebrej, ju mos sill mirë me ta. Ose s'paku mos me kon drejt me ta. Se kemi dy nivele. Zoti në këtë ajet Kuranit i përmend dy nivele, e përmend mirësinë edhe përmend drejtësinë. Cili është niveli më i lartë? Unë e di që ndoshta shumica për juve keni më thonë drejtësia, jo është mirësia. Se drejtësia është më dhënë njerit hakun që e meriton, drejtën e vet. Mirësia është më dhënë edhe më shumë. Mirësia është shprehja që ka përdorur Zoti në Kur'an, po el birr, pra është shprehja që na e përkthejmë shqip mirësi, por kuptimi i saj është jashtëzakonisht i madh. Zoti kur ka fol në Kur'an mos sill mirë ndaj prindve, e ka përdorur shprehjen el birr, mirësi. Këtë shprehje nuk e ka përdorur për gjithçka. E tash kur flet Zoti për ehlul kitabin, udhëtarët e librit, Allahu xhaleshanu thot Allahu nuk ja ndalon juve që mos sill me mirësi, me çfarë lloj el birr, ndaj atyre që nuk ju kanë luftuar dhe nuk ju kanë nxjerrë prej shtëpiave të juve. Dhe po ashtu Allahu në përfundim të ajetit tregon që Allahu i don pra apo është me njerëzit e drejtë. Pra drejtësia edhe një herë është me dhon njerit të drejtën e tij. Kurse mirësia është me dhon diçka më shumë. E çka më shumë edhe në çka është. Ndoshta me lë vetëm pa keq për mi bë mirë tjetrit. Ndoshta me dal prej vetës, por jo për me kënaq tjetrin e me hidhru Zotin. Mirë po, mirësia është kur ti sillesh mirë me ta, i gjindesh stata caktune, kur ka gëzim e ndon gëzimin me ta, kur ka hidhrim e ndon hidhrimin me ta, kur ka nevojë me ngushëllu e ngushëllon, kur kërkon ndihmë prej teje i ndihmon, edhe nëse ti ke nevojë, lën diçka keq për veti, për çfarë arsye? Sepse e dini që fundit qëllimi jo është që njerëzit me dash Zotin, edhe me zgjedh sistemin që e ka përcaktuar Zoti. Pra me zgjedh fenë që Allahu e ka përzgjedh. Ky është ajeti i parë. Ajeti i dytë thot Allahu, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Pra i drejtohet neve, Zoti na drejtohet thot. Kunu qawamina lillahi shuhada bil qist. Bënu njerëz të drejtë, po bënu dëshmitar të Zotit, ama njerëz për hir të Allahut me drejtësi dhe mos ju shtyshën edhe Allah. O dhe mos ju shty urrejtja ndaj një populli që ju me qenë pa drejt. Ka mundësi se dën dikan, ama nuk bën që kjo që ti se dën, më bën i pa drejt ndaj ti. Pra Allahu këtë situatë flet edhe nëse dikan ti e llogarit që s'është heq me ty, e s'është kërkon vi me ty, nuk bën që kjo urrejtja ose që s'pëlqen ti me çat mohabet me ta, me të bë ty që më kon i pa drejt. Bënu drejt sepse drejtësia është më afër devotshmërisë.
Shumë njerëz se të prish mohabetin me dikan, fillon më boj pa drejt ndaj tij. Shpiv për ta, përhap lajme jo të mira, bën propagandë. Është ndalueshme fetarisht. Pse? Allah bot i'dilu, urdhër, imperativ na i them ndryshe. Pra, bëhuni drejt, sepse drejtësia aqrabu lit-taqwa është më afër asaj që Allahu xhaleshon e përmend në Kur'an, është më afër devotshmërisë. As urrejtja ndaj një populli nuk duhet më na largu neve nga drejtësia. Pse? Një prej emrave të Zotit është el-adl, i drejtë. Inna Allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan. Allahu urdhëron drejtësi dhe mirësi. Allahu urdhëron. Pra mos mendon dikush që mundet me qenë musliman i mirë nëse nuk është i drejtë. Njerëzit në përgjithësi kanë të vetë, që edhe mesin tonë me na vetë, kështu edhe individualisht, atë jo në publik. E doni drejtësinë tonë, thonë e dojnë drejtësi. Po pak janë ata që i dojnë njerëzit e drejtë. Drejtësinë si koncept tonë e dojnë. Amo njerëzit e drejtë, cilët thrasin drejtësi, punojnë me drejtësi, sakrifikojnë për drejtësi, angazhohen për drejtësi, përgjithësi njerëzit nuk i dojnë. E dini pse? Se njerëzit e drejtë nuk lëshojnë pa. Njerëzit e drejtë punojnë sipas drejtësisë Zotit. E kur dikush punon sipas drejtësisë Zotit, ai nuk ta bë çefin. Ai nuk fol për çeftonin. Ka dallim shumë të madh me kon njëri i drejtë edhe me fol për çeftonin. Pra, njerëzit e drejtë janë ata të cilët i përmbahen mas pari vetë drejtësisë e pastaj mundohen atë drejtësi me përhap mesin e popullit. Kjo është ajo që na ka urdhëruar neve Islami në raport edhe me njëri tjetrin, po edhe në raport kur flasim me udhëtarët e librit, ata që nuk i përkasin fesë tonë. Çka është ajo që na ka urdhëruar Zoti? Drejtësia dhe mirësia. Një herë e pyetën pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Cila është vepra më e mirë ja Rasulullah? Pejgamberi alayhis salam në këtë pyetje që dikush e boni tha namazin në kohën e vet. E pastaj i tha në i dërguari i Zotit, tha mirësia ndaj prindërve. E pastaj tha lufta dhe angazhimi në rrugën e Zotit. E tash, ky hadith e ka përmend shprehjen mirësinë ndaj prindërve, të njëjtën shprehje që e ka përmend Kurani mos sill ndaj udhëtarëve të librit. Që ato që e thash niveli më i lartë se sa drejtësia. Jo vetëm ja do të drejtën që i takon, po më mundu me dal për te. Pse e bojmë na këta? Qëllimi është që njerëzve m'ja u bë dashur në fenë e Zotit. Shumë prej udhëtarëve të librit kur s'din s'kan lexuar kur për fenë e Zotit, për Islamin. As për librin e Zotit Kur'anin. Ndoshta as për Muhammedin, pejgamberin e Zotit të fundit. Te edhe unë jemi ata që mundëm pa lexu ata heq, ata me kuptu Islamin. Nëse na jena një përkthim i dopt, ata kanë marrë përshtypjen se Islami është i dopt. Nëse na jemi një përkthim i mirë, original, ata kanë me marrë përshtypjen që Islami është i mirë dhe është original, ose spaku, ata kanë më motivu që më njoftu ma shumë për Islamin. Pse e bën ai, ka më thonë, pse e bën këtë njeri musit kaq mirë me mu, kur s'u lidh kur gjë me ta, përkundrazi ky ka tjetër fe, un kam tjetër fe. Ose ky ka tjetër bindje, un kam tjetër bindje. Dhe ai ka më pyet. Ndoshta s'ka më pyet ty direkt, po veten e tij ka më pyet. Dhe ka më interesuar me ditë pse ky kaq i mirë. Ama jemi të folë nëse kopja përkthimi është original. Nëse është fals, mos vet. Është një ngjarje interesant, Enes ibn Maliku, Zoti qoftë i kënaqur me ta, e tregon një rast. Profeti jon Muhamedi alayhis salam e paska pas nganjëherë kur ka pas nevojë me kry ndonjë punë të shtëpisë, e paska marrë një djalë ebrej, që fot me ndihmu punë të shtëpisë. Pejgamberi një ditë ka lënë një kohë nuk e ka pa këtë djalin. Dikush i thotë ja Rasulullah është shumë smut. Djali ebrej është shumë smut. Edhe pejgamberi ka lë punën e vet, edhe u shku me vizitu. Natyrisht kur shkon njëri te i smuti, çka bën për ta? Munohet me ngushëllu, munohet fjalë të mira, me dha sabër, me dha gajret, më lut për ta. Kjo është çka mundet neve me na shku mendja, çka mundet njëri te një smut.
Pejgamberi kur shkon të ky, po pejgamberi përveç kësaj, pejgamberi e pa që ai është smut ran momentet e fundit të jetës. Bos shajat. Dhe pejgamberi i tha këtij djaloshi, tha, o djalosh, ta bir shahadet. Beso Zotin ja. Djaloshi po e shqetëson babën e vet, se te kryte kish babën. Baba, sikur ai, njëjtën fe, i thari librit. Kur po shqetëson ai babën, sikur se po do me lyp leje për ai babës. Sa nuk është punë e thjesht me ndru fejnë. Nuk është si me ndru një këmish. Ose një pal këpuca. Ajo është me ndru komplet identitetin. Përgatësin. Kur përshishon e babën e vetë, baba i ti për i thot, bindjo babës të Kasimit. Edhe ai pejgamberi për shqipton shahadetin, e për shqipton shahadetin mas ti. Po bëhet musliman. Po, kjo është aja formula. Mirë, pa adheri që më ndodhë. Më njëherë mas dhe shqipton shahadetin vdes. Pejgamberi i emocionun që ai kalojnë botën tjetër si musliman, pejgamberi po del jashtë shumë i gëzun. Që u bo musliman dhe shkoj me shahadet dhe tha alhamdulillah, alhamdulillah, shumë i thënë, ja Rasulullah, që ka ndodhë? Tha Zoti atë triun e shpëtej prej zjarrit xhenemit. Që të gëzimin e pejgamberit a.s. ka shumë prej muslimanëve, në thojza, që e përdoren, ama e përdoren kur dikan e etiketojnë për xhenem. Filoni, xhenem, humner, është i devijun, është i pafe, është bidatxhi, ku ta diun. Këtë gëzimin që pejgamberi u gëzu kur njeri pështoj për zjarrit xhenemit e kthejnë të kundërtën, që është kundra fesë edhe asaj që na ka mësuar pejgamberi Muhamedi a.s. Muslimani nuk bën më gëzu kur dikush bën keq. Muslimani nuk bën më gëzu kur dikush e humb rrugën e Zotit. Muslimani do të me çajt, do të me pyet veten, mos jam në shkaktar. Ose filoni ka vdekur, një kujshimi, një fqirimi, unë që sa jetoj nga ti kur s'ja kom prezantu Islamin. As me fjala, as me vepra. Që kjo është raporti që duhet me pas. Jo raporti mu gëzu kur dikush bën gabim, ose kur dikush e devijon rrugën e Zotit. Pejgamberi a.s. kur ka porositë shokët, njerëzit, për vepra dhe punë të mira, kur nuk i ka nda. Kjo ka këtë fej, ajo ka atë fej, kjo ka këtë fej. Edhe jo rasesh nëse i dini pak një sëri mu këthy, shteti islam ku themelu? Medine. Medinja është themelu shteti islam sepse kanë qenë, ka pas musliman, ka pas krishterë, ka pas ebrej, edhe ka pas politeist, që s'kan besu kur gjën, një dhuj. Multikulti. Kjo të regën diçka. Se njëri është shumë thjesht, shumë letë është me jetu kur jetën një vend ku janë vesh një feje. Këtë musliman, këtë një drejtim, shumë ma letë është me jetu. Ma sfidë është me jetu ku janë të përzin. Prandaj, mendoj që kjo është shumë e rëndësishme tema për cilën na po flasim, jo vetëm fund viti, ka rastis sot me fol. Po kjo duhet me konë çdo vit, fund viti po trajtohet, po kjo duhet me qenë si program gjatë vitit të ardhshëm. Një rast tjetër, pejgamberi ishte jashtë dhe po kalon një xhenaze. Pejgamberi ishte ulur me shok, u ngrit në kom, i tha ja Rasulullah, mos u ngrit kom sa ai është i ebrej. Dini çka tha pejgamberi? A nuk është njeri? S'është më rëndësia, është i dekti, është muslimana, ebreja, që fot, është njeri. Dhe njeri është i shajt. Nuk du të milon që të mësimet milon thjesht vetëm me tregu që islami jonë është kështu. Nëse kjo nuk hin në vepër, atëherë nuk ka kur vlere. Nëse ti vetëm teorikisht flet mirë, po praktikisht nuk i përmbahesh, atëherë është begi është problemi i madh. Sepse nuk e kuptu islamin drejt. Ka ardhur në transmetime, ka pas raste kur edhe gjeneratat e hershme e kanë pranuar islamin, po për shembull nanën, babën e ka pas jo musliman. Esma, vajza e Abu Bekrit, e ka pas nanën e udhëtare, edhe ka pyet pejgamberin alayhis salam, a i ruj lidhet me nanën tam? Aja është politeiste, unë i bo muslimane?
Pejgamberi tha, patjetër duhet mirujt lidhet me nonën tonë. E nona jote është. A shifuta, krishtera, ebreja, politeiste, është nona jote. Nuk janë do gjona që duhet mi pas qarta. Pra çfarë tregojnë këtu? Mirësjellja, përshëndetja. Këtu janë gjona që janë të natyrshme. Jetën me fshiun tanë, po nuk është ai musliman, është kotadion. Po pa marr parasysh çka është. Duhet me përshëndet. Allahu në Kur'an ka thonë, nëse dikush ju përshëndet, ktheni me një përshëndetje më të mirë. Ose të ngjajshme. Nëse flasim për përshëndetjen tash. Pra Allahu po thotë në Kur'an, nëse dikush ju përshëndet me një përshëndetje, atëherë ju sillni ktheni përshëndetjen me një përshëndetje më të mirë. Ose të ngjajshme. Është përcjell se Shabiu, një dietar i madh, i ka thonë një hebrejut, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty. Dikush e ka kritikuar, ka thonë, ej, ti hoxha jon, dietari jon, çush i thoni hebrejut mëshira Allahut. A dini çush përgjigj? Ka thonë, po ai s'mundet me jetu pa mëshirën e Zotit. Edhe ai që përderisa jeton në sas të mëshirës së Zotit. Se dini mëshira e Zotit, Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm për këtë krijesat, edhe një mëshirë specifike për ata të cilët i përmbahen rrugës së Zotit, fesë së Zotit. Pra, edhe dietarët e mëdhej kanë qenë tolerant në raport me dietarët e librit. Po hoç, po kemi na shumë, janë nganjëherë disa citate që përdoren prej disa dietarëve të mëdhej. Kur ata kanë fol për shembull në raport me dietarët e librit, po ata kanë fol me një kategori kur janë gjendje lufte. Dhe kur është pyetje me armikun, s'ka ato ore me përshëndetje ato, përshëndetja është me ngre gishtin. Në gjendje lufte është kështu. E tash ato tekste, që ato fetva që ata dietari kanë dhënë në kohën kur ata kanë jetuar në rrethana gjendje lufte, vinë sot na i bin neve sikur me kon Kur'an dhe hadithi pejgamberit alayhis salam. E papranueshme. Totale papranueshme. Jo pa kush ka qenë filan dietari, po kush do të ka qenë ai, pejgamberi i Zotit s'ka qenë. Pa e ka kuptuar Kur'anin nëse e ka kuptuar, po do të më ditë rrethanat ku ka jetuar ai dhe kur i ka dhënë. Edhe mos harroni një rregull. Një prej gabimeve që po na ndodh neve edhe këtu në Gjermani, po në përgjithësi ku jetojnë njerëz musliman, është migrimi fetvas. Kur fetvat për një territori, për një kontinenti që një kontinent tjetër, për një shteti që një shtet tjetër, fetvat nuk guxojnë mu migru. Sepse secili vend i ka rrethanat e veta. I ka kushtet e veta dhe dispozitat e veta. Pra veni një, rrethanat 2, oha, janë determinues për ata që kanë drejt me dha fetva. Se ju gjithë njoni mundet me dha fetva. Jo tash djeja ke nisë më falsat me dha fetva, nuk mundesh. Po djeja shku në shkollë, po edhe 100 diploma nëse ke marrë. Fetva nuk mundet me dha gjithë kush. Fetva është, i dhejnë ata djetarë të në mëj. E rëndësishme. Po, Islami na mëson neve që me tregu mirësjellje, me tregu mëshirë, me tregu bujari, mja bon njerëzve dashur në Islamin. Pra, pejgamberi sa herë që ka fol në këtë temë, ju ka rrok temës butësisë. Zoti i ka dhënë butësisë, asë rezultate që nuk i ka dhënë ashpërsisë. Ku ekziston butësia, ai send zbukurohet. Ato ku ekziston ashpërsia, deformohet dhe prishet. Pra butësia, mëshira dhe mshuria dhe urtësia janë prej gjanave që na duhet i kemi parasysh edhe në raport aja dihet me njëri tjetrin, po edhe në raport me tjerë ata që si përkasin besimit tonë. Islami ka leju një moshë musliman mu martu me një jo muslimane. Parem është i lejushëm. S'mundet dikush me hedh poshtë ta. A lejohet një musliman me marrë një krishtere? Fetarisht lejohet. E një hebreje lejohet, janë një thtarë të librit. Pa dash me hiun të se sot qelet një muhabet tjetër, po këta krishterët e sodit edhe këta hebrejt e sodit, a janë sikur këta krishterët edhe hebrejt para 1400 vjete, është tjetër muhabet është. Unë po flasë në parem,
nuk pjuftoj me marë të i pas vajzat e motrat tona që janë të fesë tonë me marë tjetërës fej. Jo për shkak që kemi orejtë ndaj fesë tjetë, po këtë qëllimi është gjuha e përbashkët, që të bashkën dhe që të ndanë. Mos të kuptojme që hoxha pofton në këtë drejtim. Unë veç po të regoj që është, lejim parimor, lejuhet. Qka ja mërmenja juve? A do të shkon logjike që Zoti me ta leju ty si musliman me marrë një fesë tjetër, me ta leju që me marrë një fesë tjetër, ku edhe shtratin e ndanë me ta, edhe mos me ta leju që mi thonë urime për një fesë që mund ta ketë. Logjikisht jam ty pyet. Ose mi ja kthy një përshëndetje së ngjashme. Zoti ka leju që me bo me qasi me ta. Kjo është me qasi, mu martu. Edhe nuk e ka vendos kush që aja me ndru fen për me marrë t'i gru. Së është ky kusht. E tash nëse flasim na për një festë që mund të ketë, pa marrë parasysh është festa kombëtare apo fetare. Edhe tash me arë një farë përfundim e thonë, a bënë në mi thonë, grus tem për shembull se ka tash festën fund vitit, urime ose mja uru ose të këta dion, apo nuk bën, po t'ja e martu me ta. Kjo është vetëm për me ngjall pak të mendunit, nuk është qëllimi jam është tash me bo thirrje këtu që dilni ju tash me tupan, edhe ideja është të urimi. Nëse një fqi yti Gjerman, kur e kiti bajramin, e ki festën, e ki çfarë dësh feste që e ki përshëndetet ta uran, spaku nuk është njerëzore nëse aje ka festën ti mos mja uru. Po hosh bre, po ki festa aty në është pak e lidh bre se ke festa aty në është ata pe ka një farë një lejt ditëlindje, ata pe qujnë zët ku ta dion. Kërkush pineve nuk ja orën nëse ja kthen urimi me qatë bindje, se me bo me atë bindje ti del pi feje. Urime, qa ka do të keqe? Por një muhabet tjetër që unë po du më ndalë që është ma i rëndësishëm se so ky. E përshëndet, e orën, ta orën, besoj që këtu nuk kem neva problemi. Disa kanë probleme dhe këtu, le të mesim me problemet të tyne. Një problem tjetër është kur sot njerëzit i te kalojnë që të kufi. Dallon urimi prej festimit. Festa është diçka tjetër. Na e kemë festa tona. Dallon e festimin prej urimit. Që e respekti. Sot me bomi i spjegu që të halë për e krynë, 100 akuzat vinë, mas parit vinë akuzat prej taborit të muslimanëve në thojza, që me frynë fëtë që si kuptojnë ABC-në e fesë, e pastani mos flasim për këtyne televizja për i këthen që apo di që apo i thojnë, vetëm ta përmledhe me dy fjali. Pra, mos sill mirë, e para, me moj drejtësi, mos sill mirë e ma mirë, me përshëndet, me kthy përshëndetje në formën më të mirë, edhe urimi përderisa nuk bëhet me bindje të ngjashme. Personalisht, po edhe mbas asaj që unë kam mësu, nuk e shoh që është një farë problemi. Problemin e kemi vetëm te pika kur ti nuk e din çka je. Kjo është krizë e identitetit. Ideja është që feja neve nuk na ndalon, përkundrazi na nxit dhe na fton, që mos sill mirë me i thartë e librit, e sidomos me njerëzit me cilët jetojmë, punojmë, bashkëjetojmë, veprojmë me ta, nuk do të më nxjerrë edhe ajetet e Kuranit nga konteksti, sepse atë Zoti kur ka fol, kur ka qenë gjendje lufte, natyrisht që edhe ajetet kuranore kanë zbrit tjetër formë. Për që ata ajetet, e kom thonë javën e kalune për mi kuptu drejtet e mirë, do të mi ditë shkaqet e zbritjes të ajetet kuranore. Dhe duke i ditë shkaqet, ti mundesh me kuptu edhe ajetet e Kuranit. Për që ata, nuk mundet një njeri që thotë, unë kom lexuar Kur'an, ti në Kur'an e ke lexuar, po ti s'ke studiu Kur'anin. Për që ata ti nuk mundesh me nxjerr fetva për Kur'anit, se si je i denje, nuk i ki parametrat. Ti mundesh me marr, për që ata e ki imamin tanë, nëse e ndjek imamin tanë, mundesh me marr prej tij, me pyet ato, ai e pyet dikan që është më i dijshëm se sa ai, e kështu shkon. Me lexu, me studiu, po, ama kur janë pyetjet e nxjerrja e fetvave, verdikte fetare, nuk i lejohet çdo kujt se atëherë bëhet feja, dy çish bëhet. Bëhet
Sot kështu, nesër kështu, mas nesër ballë kështu. Zoti ju shpërblet gjithëve për dëgjimin.